Bia ka ditur gjithmonë si ta magjeps publikun shqiptar, por këtë herë ajo e bëri në një mënyrë që vështirë të harrohet. Në skenë pranë Arditit, ajo u shfaq si një figurë plot finesë, vetbesim dhe energji që rrallë shihet. Kërcimi i tyre sensual nuk ishte thjesht një performancë artistike, por një tregim emocionesh, lëvizjesh të sakta dhe harmonie të plot mes dy trupave që flisnin pa fjalë. Çdo hap i Bias ishte i menduar, i butë dhe njëkohësisht i fuqishëm. Ajo nuk i la vend imagjinatës, sepse gjithçka ishte aty, e dukshme, eleganca, pasioni për artin dhe lidhja e sinqertë me skenën. Trupi i saj i bukur nuk shfaqej për të provokuar, por për të treguar se sa bukur mund të shprehet një grua kur ndihet e lirë. E sigurt dhe e dashur nga publiku, Arditi, nga ana tjetër, ishte partneri ideal. Me qetësinë dhe praninë e tij, ai i dha kërcimit një balancë të veçantë, duke e bërë performancën edhe më të fortë. Mes tyre kishte respekt, komunikim dhe një kimi që u ndje deri në rreshtat e fundit të sallës. Ishte një kërcim ku dy artistë respektonin njëri tjetrin dhe i jepnin hapësirë shkëlqimit të përbashkët. Bia nuk është vetëm një trup i bukur, ajo është një shpirt i dashur, një njeri që i respekton të gjithë dhe që e reflekton këtë edhe në mënyrën si sillet në skenë. Publiku e ndjeu këtë ngrohtësi, këtë sinqeritet që e bën edhe më të veçantë. Ajo nuk kërkon vëmendje me zhurmë, por e fiton atë natyrshëm, me buzëqeshje, me lëvizje dhe me shpirtin që vendos në çdo performancë. Në fund, ajo që mbeti ishte një ndjesi e bukur, arti i vërtet, sensualiteti i shprehur me klasë dhe respekt, dhe një performancë që tregoi se kur talenti bashkohet me përkushtimin, rezultati është thjesht magjik.